Imagjinoni atë që është shumë e vështirë të imagjinohet, sikur Shqipëria prej vitesh kishte një qeveri të përgjegjshme të përbërë nga njerëz të ndershëm. E para punë që do të bënte kjo qeveri është që do zinte mend nga efektet e luftës së para 4 viteve në Ukrainë dhe të rindërtonte sektorin e përpunimit të naftës në Shqipëri. Po ashtu do të merrte në kontroll nxjerrjen e naftës në mënyrë që populli shqiptar dhe ekonomia shqiptare tani që çmimet po shkojnë në stratosferë të kishte një mënyrë të duhur për të përballuar krizën. Mirë po, qeveritar hajdut nuk mund të mendojnë për zhvillimin e qëndrueshëm, po mendojnë vetëm si të vjedhin ore çast, si Edi Rama, Belinda Balluku dhe shpura rreth e qarkëtyre, dhe kohën e mbetur e harxojnë për të mbrojtur veten dhe njëri tjetrin nga pasojat e hajdutërisë tyre. Hajnat na thonë Kosovë nuk bëjnë dot shtet. Kështu që ne po e mësojmë që të korruptuarit në Shqipëri ka ndërtuar një shtet prej letre, një shtet disfunksional, prandaj është shumë e rëndësishme që ne si qytetar të ngrihemi në këmbë të protestojmë. Nesër ditë e mërkurë në orën 18, lëvizja bashkë përpara parlamentit thret një protestë madhe qytetare që ne të kërkojmë një zëri që Parlamenti i Shqipërisë t'ia heqë imunitetin të korruptuarës Belinda Balluku, të shkarkoj nga posti i kryeministrit korruptuarin Edi Rama dhe të thritet një ore më parë zgjedhjet e parakoshme. Vendi ynë ka nevojë për qeverisje të re, për qeverisje vizionare, për qeverisje të ndershme, për qeverisje që lufton varfrinë dhe padrejtësitë e mëdha sociale dhe jo për hajnat, hajdutët dhe të korruptuarit që na vjedhin mëngjes, drek, darkë, madje shpeshherë edhe mbas mesnatës.